dyshen finalista? Nëse do jetë gjithmonë në finale. Po, mendoj që Big Basta është një nga ta që do jetë në finale. Bigat do jenë kokë në kokë. Pak po e sigur. Po, bigat janë kokë në kokë. Po, Andrea? Po, edhe Andrea besoj që do jetë finalist. Do jetë pjesë e finales, po. Qofse se lënë në dyshem. Pyetje fundit. Big Mama ka një lidhje jashtë, ka diskutuar me Anduelin që e ka pak të vështirë që të krijojë një marrëdhënie mbas edhe nga historia që ajo ka kaluar. Jo, nuk besoj që është për historisë që ka kaluar. Unë mendoj që femrat e forta nuk e gjejnë veten jashtë në lidhje, sepse mendoj, po them, duke thënë që në fillim thash jemi të ngjashme, karakteret forta si Big Mama, si unë, femra shumë të pavarura, femra që ka nevojë, duke mos dashur të flasë për veten, po ta lidh me Big Mamën dhe karakterin e saj, duam njerëz që janë të fortë, që na superojnë karakter, që janë dominant. Që është pak e vështirë t'i gjesh. Që është shumë e vështirë t'i gjesh. Dhe nuk ndihen inferior. Meshkujt ndihen shumë inferior përballë femrave që ka një karakter të fortë, që ka një mendim dhe një opinion tyre që nuk ndikohet kushdo që të jetë ky mashkull që është përballë nesh, dhe mendoj që kjo është ajo. Dhe është për të dominuar. Mirë.